Premiera e filmit Me Fat është shfaqur në skenën e teatrit Andon Zaku Çajupi në Korçë si një ftesë për t'u rikthyer te drama e papërpunuar e realitetit. Në regjinë e Julian Canametit, ky projekt nuk mjaftohet me rrëfimin e një historie. Ai synon ta vendos spektatorin përballë pasqyrës së thyer të zgjedhjeve, ku fati dhe përgjegjësia personale përplasen në një dy luftim të heshtur. Kjo ka qenë një ndër eksperiencat e mia më të bukura sepse na është dashur që të punojmë shumë, që kemi pas të bëjmë edhe me ndryshimin e 100% të karakterit nga jeta e përditshme duke përshtatë karakterit të filmit. Po më në fund pasaj kur e sheh produktin final edhe njerëzit dalin të emocionuar dhe t'japin ato përshtypjet e tyre, sigurisht që ndihesh shumë i lumtur për gjithë punën e bërë. Ndihemi shumë mirë, që faleminderit për të gjithë mikpritjen. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, me thënë drejtën, dhe jam shumë e lumtur që keni ardhur për ta parë filmin. Unë faktikisht jam në rol protagonist, jam e dashura e bokserit, Me Fatit. Për sa i përket mesazhit të filmit, ka lidhje me dashuri, me familje, me vendime të ndryshme që ne marrim, dhe secili mund ta gjej pak veten. Prodhimi i fundit filmik shqiptar i flet publikut me gjuhën e bukur të kinemas, për një realitet që e shohim çdo ditë, por pak e reflektojmë. Ky film e zhvendos vëmendjen tek familja, institucioni më i shenjtë që duhet shpëtuar.